deri në fjallin hajvanat, edhe në fund me thonë apo vjenin derum se po bisedojmë për këtë çështje dhe atë çështje. Unë nuk e kuptoj me të vërtet është shumë edhe i bën krejt këta njerëz me mendu se qysh mundet me eftu. Një mas pari deri që tash, deri para 2-3 ditëve, au ankun KQZ, am PZAP, për manipulim të votës, për gjykat kushtetuese. Absolut, gjykat kushtetuese. Jo, këto janë kanë, do më thoni ke pas zyrtarët kryesor të VV-s që i kanë ataku në vazhdimsi dhe kënd që ka pas, do më thonë, vjedhje masive të votës. Pra ti po thuj hipokrizie kurtit edhe vendosës është kjo. Absolutisht. Do më thonë se zyrtarët e ti kur flokë... Ka që as gashi as drenori s'po pajtohen me ty. Ta munën mos mu pajtosh të drejta atyne, do më thonë nuk kalion përveç asaj që i ka, do më thonë i ka ofendu gjitha partit me hajvanat, ajo është tjetër sen, e përbin këta edhe njëherë këto, për arsye se po i përbin në vazhdimsi, do më thonë liderët tonë politik janë bu shumë fleksibil, po këtë hipokrizi tash me i qu dhe në gjykat kushtetuese, e me bo ankes pas ankese, këta po e dojnë me lajt vetën që nesër mas nesër, në qofë se elektorati i tyne thët, pse s'keni shku me LDK-n, këta mu drejtu dhe më thonë, po na i kemi lut ata, po ata nuk kanë desht. Dhe më thonë, mi u këthy kjo dhe si bumerang. Unë menoj që këta kanë mri një marrëveshje, se marrëveshjet nuk buen për mes letrave. Në Kosovë po jetojmë, the edhe Kush me kë ka arrit marrëveshje? Urdhna? Kush me kë ka arrit marrëveshje? Unë mas tepër me e ka afer me nismën edhe me minoritetet jo sërbe. Ju dyshoni që ka një marrëveshje? Marrëveshje të fshet? Kushtojmë kryesisht të puni për mene kafet edhe restoranet, po thuj se gjithë ta kam pas marrëveshje edhe kam pas takime me njëni tjetrin, nuk është me të puna marrë deri të kjo letra, e cila ka mu dërgu zyrtarisht, e mu publiku në gjitha mediat, e me mendu LDK-ja ka me shkuajo. Dhe me thunë, na vi që pam prej reagimeve të deputetve, të lidhësve demokratike LDK-s, që dhe me thunë, po thuj se edhe Kica Gjelili, edhe Johona Lushako, edhe Berat Rukiqi, edhe ishte edhe zëti Lutfi Haziri në njënin prej emisioneve më duket të pas ditës që faktikisht ta që zvjen shpreje dhe më thonë që mendime personale jo, e tha Abdegjiku ti mbetet po pikërisht mendime personale tyre nuk tash mendime personale po ata që dojnë me bu marrëveshje ata nuk e lojnë letra Abdegjiku për ta mbajtur qëndrimin e fortë kështu stoik opozitar me cilin ka ngulmuar gjatë kësaj kohe do duhet ta refuzonte Kurtin? Nuk ka qenë edhe qatë, nuk mendoj... Jo me vetëvendosjen, jo me këpjesë.